Si jeni sot? Mirë. Javën që kaloi, ne filluam një studim të vogël, filluam javën që kaloi sa I takon fjalës së Zotit. Edhe sot do të vazhdojmë me pjesën e dytë. Unë isha dje bashkë me Simonin edhe dikë tjetër tek në Prishtinë, tek Vini dhe Megan. Patjetër ju bëjnë të fala, po ishte një kohë veçantë, ripërtëritje dhe bekimi së bashku, patëm mundësi të testonim edhe pak ujërat, duke ndarë ungjillin me njerëz në rrugë, disa broshura njëkohësisht edhe patëm mundësi të flisnim. Sigurisht që toka është e fortë, po lutemi për ta që Zoti të bekojë shërbimin e tyre. Në fakt do të jetë edhe një grup nga kisha jonë që është në datat, thuaj tamam, 10-12 korrik I bie, jo këtë muaj, që do të shkojnë aty për një 2 apo 3 ditë ungjillizim me një grup që do të vijë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Po lutoni për shërbimin e tyre. Është vend I vështirë, Kosova patjetër. Po lutemi që Zoti të mbajë zemrat e tyre, t'i ruaj nga I ligu e njëkohësisht I përdor me atë dëshminë e duhur që duhet të kenë. Gati? Hajde. Javën që kaloi ne folëm për fjalën që fjala e Zotit I jep jetë, sepse fjala e Zotit jeton. Amen. Qielli dhe toka do të kalojë, por fjala e Zotit jeton gjithmonë. Edhe ky është një bekim I jashtëzakonshëm. Ne kemi privilegjin që ta kemi në duar tona, po jo vetëm ta kemi në duar, po ashtu sikundër pamë edhe javën që kaloi, ato 3 pikat, që është pjesë 5 gishtësit, le të them, 5 gishtave të dorës, filluam me hape Biblën. Bibla e mbyllur nuk na flet kurrë. Së dyti, lexoje. Aty fillon dëgjimi, kur ne fillojmë dhe lexojmë fjalën e Perëndisë. Mendoni pak që në javën që kaloi thamë që për Davidin dhe për Salomonin ishte urdhër që duhet ta lexonin shkrimin çdo ditë jetës tyre. Sa më shumë ne apo jo? Sa nevojë që kemi ne për fjalën e Perëndisë. Dhe së treti, besoje fjalën, sepse besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Për këtë folëm. Por javën që kaloi nëse theksi ishte që ne duhet ta marrim fjalën e Perëndisë, se si ta marrim fjalën e Zotit, sot do të shohim fuqinë transformuese të fjalës së Perëndisë. Dhe janë 2 elementë shumë të rëndësishëm, jo pa qëllim, nuk I përmenda javën që kaloi, por sot do t'i shohim së bashku. Fillojmë me atë që është më anashkaluara në fakt, por që është sa e rëndësishme. Nuk e di sa theks I vendosim kësaj që do të shohim tani, por kjo që do të shohim tani, kjo pikë e 4-ta, le të them, ndër këto folje në mënyrën urdhërore, është pikërisht, kemi hape, lexoje, besoje, dhe kush mund të vi tani? Kush? Cila, le ta them kështu se. Si? Po prit pak. Do tjetë edhe ajo që thua. Kush? Mos ke lexuar gjëti, do të thënë si është puna. Po patjetër, ne lexuam këtë vargun fillimisht, besoj se e mbani mend apo javën që kaloi që folëm që kështu pra besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës së Perëndisë. Edhe le ta shohim se çfarë do të thotë kjo, po e ke hapur Biblën, e ke hapur që e ke hapur, ke filluar ta lexosh lavdi Zotit, të dëgjon shkrimin është bekim, që ne të dëgjojmë, jo vetëm e shikojmë me sytë tanë, mekanikisht, por realisht e perceptojmë duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, edhe pastaj e besojmë fjalën, besimi u rritet, sepse fjala e Zotit na flet, edhe sigurisht që e besojmë, por në qoftë se nuk meditohet, edhe për këtë do të flasim sot, është si një ushqim që hahet, por që është I patretur. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është me të vërtetë diçka e nevojshme për ta ditur. A doni një karakteristikë kryesore të njeriut të bekuar ose të lumur, nëse mund ta quajmë në këtë fjalë, për shembull Psalmi, kapitulli 1 dhe vargu 2, ne e dimë shumë mirë. Kënaqësia e tij e njeriu të bekuar është në ligjin e Zotit, thotë, dhe në ligjin e tij ai mediton ditë e natë. Kjo është një fjalë shumë e veçantë, fjala meditoj, do të thotë të ripërtypësh, do të thotë
të ribluash ato ushqim që ti e ke marrë. Interesante sepse Zoti shpesh përdor natyrën për të na mësuar të vërteta thella themelore, apo jo. Nuk është rastësi që Bibla na krahason shpesh me delet, për shembull. Ne jemi grigja e Zotit, ai është bariu. Ai është bariu i deleve. Edhe ne shpesh mendojmë për delen si një kafshë e bindur, e brisht, por sot do të ndalemi te një mrekulli e fshehur aty brenda, mënyra se si ajo ushqehet. Në fakt, sistemi i tretës i deles, pa u futur në shumë detaje, se do të rinim shumë gjatë, por është një mekanizëm i mrekullueshëm, i krijuar për të nxjerrë jetë dhe lëndë ushqyese edhe nga ushqimi më i ashpër. Le ta them këtë. Ju mund thoni po delja me bar ushqehet, po patjetër, por cilësia e barit, trashësia e tij, domethënë ka të bëjë shumë edhe për këtë do të flasim sot sepse ky proces i quajtur ripërtypje është një pikturë e përsosur, asaj që ne quajmë meditim shpirtëror, për cilin do të flasim sot. Tani kur delja është në fush, në mes të rreziqeve, zhurmës, apo edhe vapës, ajo tenton që të mbledh ushqim. Ha ushqim, nëse keni parë ndonjëherë dele, domethënë si ushqehet, pa u menduar shumë. Thjesht e merr atë dhe e çon në dhomzën e parë të stomakut. Dakord? Tani ju mund thoni ka më shumë se një po. Po e merr ashtu pa u menduar, thjesht e merr pa e përtypur fare, thjesht e mbledh, e depoziton aty. Dhe në këtë moment bari ka hyrë brenda saj, por ende nuk po e ushqen trupin e saj. Edhe shumë interesante, sepse ai ushqimi pa përtypur nuk i jep asnjë energji deri në këtë moment. Pastaj, vjen re, kur ajo largohet nga fusha, ose shkëputet aty, ulet në një vend, edhe pastaj fillon edhe ripërtypet. E keni parë delet për shembull gjithmonë janë domethënë e dini vetë. E thua po çfarë po bën? Sepse sikur hëngri. Po pra, edhe ajo e kthen ushqimin e mbledhur sërish lart në gojë dhe fillon ta përtyp ngadalë me shumë kujdes për ta bluar më imët. Interesante. Edhe ajo që është jetësore të kuptojmë këtu është koha e investuar. Sa kohë i duhet? Për shembull ata që merren me studime të tilla, thonë që për një dele të shëndetshme, koha është nga 6 deri në 8 orë. Që ajo ripërtyp ushqimin që ka marrë shumë me shpejtësi, domethënë e ka futur në stomak, por aty në dhomzën e parë kthehet përsëri dhe ajo e ripërtyp të njëjtin ushqim në mënyrë që ta bëj edhe më të imët atë. Kështu që nuk ngutet, për të është aktiviteti më i rëndësishëm i ditës. Për delen. Pastaj çfarë ndodh? Ajo e bën këtë proces mahnitës, edhe pasi e ka ripërtypur ushqimin, e çon përsëri në stomak dhe kalon atë dhomzën e dytë të stomakut, që quhet rrjeta. Dakor, nëse është thërmuar aq shumë bari, të cilën ajo e ka bluar me dhëmbët e saj, atëherë kalon këtë rrjet, bëhet material viskoz, edhe arrin që të ushqej trupin e deles. Dakor, të jep energji, bëhet muskuj, e kuptojmë këtë gjë, e kuptojmë se si ndodh procesi, por që fillon edhe delja e përthith, shkon në gjak edhe gjëra të tilla dhe edhe ushqehet. Dakor, ndodh ai që quhet ushqimi i kësaj kafshe. Tani pjesa tjetër kur ajo ende nuk e ka bluar mirë dhe nuk e kalon këtë rrjetës, po them, rikthehet përsëri. Edhe ajo vazhdon procesin disa herë në fakt, derisa ta marrë gjithë ato që është ushqyer, me anë të ripërtypjes, që të bëhet pjesë e qenies së saj e trupit të deles. Shumë interesante kjo gjë. Tani, kjo biologji hyjnore, po them, na flet pak për atë gjendjen tonë frymërore përpara Zotit. Është për të menduar, sepse ne dimë që Zoti krahasimet nuk i vë pa qëllim. Ne na ndodh për shembull që çohemi nga gjumi dhe lexojmë Biblën më njëherë 5 minuta apo 10 minuta ose vim dëgjojmë një predikim shpejt edhe pastaj futemi në rutinën, në stresin e ditës, në fushën tonë të veprimit apo jo, siç veprojmë zakonisht. E kemi futur ushqimin brenda, por ankohemi pse jemi të dobët, ankohemi pse fjala e Zotit nuk na jep fuqi, edhe pse nuk po na ndryshon jetën. E vërteta është se ne po, le ta them kështu në mënyrë metaforike, që po vdesim urie me stomakun plot. Interesante, nëse mund ta mendojmë këtë, po kemi mbledhur informacion, nuk e kemi tretur, sepse ushqimi vërtet kërkon kohë dhe qetësi, kërkon meditim. Çfarë duhet të them? Duhet të them që Zoti na fton që ne ta ripërtypim ato ushqim që ai na jep. Edhe meditimi është momenti kur ulesh, largohesh nga zhurma, e kthen atë varg që lexove në mëngjes sërish në mendjen tënde, e mendon kur je në makinë, e bluan kur je duke ecur, e reflekton dhe
si thua e ripërtyp gjatë ditës, jo thjesht për 5 minuta. Interesante sepse fryma e Zotit luan rolin e kësaj sitës, le të them që kthen atë varg në mendjen tonë, atë pasazh në mendjen tonë ose atë mësim që Zoti na ka mësuar, qoftë duke lexuar Biblën, qoftë duke dëgjuar një predikim, qoftë duke marrë një këshill nga një vëlla apo një motër që mund të jetë një këshill shumë e çmuar, edhe ai nuk do që kjo e vërtet e thellë, domethënë, të kalojë sipërfaqësisht. Edhe Zoti ta rikthen në mendje që ti të mendohesh në lidhje me atë gjë, të mos e marrësh kështu lehtësisht atë gjë. Edhe këtu ushqim nuk e ke bluar ende, është i fortë për të kaluar kaq shpejt, edhe përtypim sërish, mendojmë prap derisa të kuptojmë që ajo të bëhet pjesë e shpirtit tonë. Tani ju mundoni po na fut pak në këtë filozofinë e ushqyerjes, por në fakt e vërteta e Zotit nuk bëhet jetë brenda nesh nga sasia e vargjeve që ne lexojmë. Dhe kjo është e rëndësishme për ta kuptuar. Por koha që kalojmë duke i ripërtypur ato vargje të shkrimit. Për shembull, nëse zgjedhim sot një varg, një premtim të Zotit, duke lexuar fjalën e Zotit, një premtim të Tij, nuk e lexojmë thjesht për ta kaluar, po e marrim me vete, bluajmë gjatë ditës, e përtypim derisa ai varg të thyej çdo ashpërsi në mendjen tonë, të përthithet plotësisht nga zemra jonë, ja se unë do t'jap zbatimin pastaj, dhe kthehet në jetë dritë dhe forcë për shpirtin tonë, kështu ushqehet një dele e vërtet, e bariu të mirë. Në fakt, është një person që e ka mendjen tek fjala e Zotit. Por ne e tretim fjalën shumë shpejt. E lexojmë në mëngjes, nuk e meditojmë gjatë ditës. Për shembull, aty thuhet ditë edhe natë. Ditën kur dalim në punë, natën kur e vendosim kokën jashtë, e ribluajmë, e përtypim, përsëri mendojmë, edhe fjala depërton në brendësi. Ndoshta kjo që po ju them tani dikujt mund t'i duket e huaj, diçka e pakumtimt. Por shikoni Josueut, Joshuai, që ne e kemi. Zoti i dha një urdhër në fakt, edhe i tha, do ti i tha që ti jesh i suksesshëm në jetën tënde? A do vërtet? Edhe kishte një këshill Zoti për Joshuan. Shikoni pak në vargun 8, është një varg i njohur, thotë ky libër i ligjit të mos largohet, thotë, prej gojës sate. Po çfarë thotë? Të meditosh në të ditë e natë. Duket sikur ky psalmisti e ka kopjuar këtu. Po e thot ditë e natë, që të vëresh e të veprosh në përputhje me gjithçka që është shkruar në të, sepse atëherë ke për të bërë udhën tënde të mbar, dhe atëherë ke për të pasur sukses. Ky është një nga vargjet më të mëdha të Biblës. Mendo pak, krijuesi i universit po i thoshte këtij njeriu, strategut, generalit, udhëheqësit, sekretin e suksesit. Çfarë ishte? Strategji ushtarake? Një trup i fortë? Jo. Sekreti ishte të meditosh në fjalën ditë e natë. Ju mund thoni prit sepse tani po ushtron presion në ne. Si ka mundësi që ta thuash, ta rithuash një gjë të tillë. Janë 3 fjalë kyçe këtu që ti kuptojmë, 3 fraza, le të them, është të mos largohet prej gojës sate. Do të thotë që fjalën e Zotit ne duhet ta kemi në buzë, ta flasim, ta citojmë pa diskutim. Të meditosh në të, do të thotë që ta ribluajmë, të mendojmë për të, edhe thotë ditë e natë. Dini çfarë do të thotë? Që ajo është bërë, si thua, ritmi i jetës. Jeta jote ka një ritëm. Edhe ky është kuptimi i kësaj. Premtimi është ke për ta bërë udhën tënde të mbar. Shikoni vargun. Ke për të patur sukses. A doni sukses në jetë? Do sukses në punë, në familje, në martesë. Sekreti është dhënë falas, por kërkon meditim ditë e natë. Ju mund thoni ta kuptojmë pak këtë, sepse duket e vështirë në pamje të parë. Te Psalmi 119, Davidi shkrua ndoshta vargun më të njohur në të gjithë Biblën, që edhe besimtarët e rinj, kur lexojnë fjalën e Zotit, nuk ka se si të mos e mbajnë mend këtë varg. Fjalën tënde e kam fshehur në zemrën time, që të mos më katoj, thot, kundër teje. Jo në kujtesë, jo para syve, por thot në zemër. Davidi nuk e lexoi Biblën dhe pastaj ta mbyllte, por Davidi meditoi derisa ajo zbriti në zemrën e tij. Jo thjesht në mendjen e tij, por derisa fjala e Zotit i zbriti atij në zemër. Dhe pastaj kur tundimi vinte, fjala dilte nga zemra dhe e mbronte. Pra meditimi nuk është vetëm aktivitet mendor, është aktivitet zemre.
Meditimi është të lejosh fjalën e Zotit të zbres nga koka në zemër derisa ajo të bëhet pjesë e qenies sonë. Ky është kuptimi i fjalës meditim. Dhe pastaj, vetëm pastaj ajo do të dalë në veprim. Tani ju mund thoni si të meditosh. Si mund ta kuptojmë një gjë të tillë? Ndoshta mendoni dhe thoni sikur unë thash të meditosh ditën natë, çfarë do të thotë kjo? Po le ta marrim këtë në kontekstin e një problemi që ne kemi. Kemi një problem, mund të kesh një problem shëndetësor, mund të kesh një problem shoqëror, mund të kesh një problem në një marrëdhënie, në komunikim me dikë, ndoshta me shefin e punës, ndoshta me një provë të vështirë edhe ti çfarë bën? Atë problem që ke, çfarë bën? E rrotullon. Këtë andej, e shikon nga të gjitha drejtimet, nuk të del nga mendja ditë e natë. Sidomos, le ta them kështu, kjo quhet shqetësim. Ky është shqetësimi. Është ku ti e stërhollon atë, e mendon, e rimendon, e bluan, e kthen këtej, e kthehen andej, edhe nuk të ikën nga mendja. Nuk të ikën nga mendja. Ky është shqetësimi. Edhe ne jemi mjeshtra të shqetësimit. Mund të rim zgjuar tër natën duke u marrë me një hall të vetëm, duke ripërtypur 100 herë ato hall, ato problem që kemi. Edhe kështu jemi, në fakt, duke ripërtypur atë, por kur ne mendojmë vazhdimisht për fjalën e Zotit në atë mënyrë, shikoni pa kontrastin, edhe krahasimin gjithashtu. E rrotullojmë, e shohim nga çdo anë, e mbajmë në mendje ditë e natë, e dini si quhet ky? Ky është meditimi. Ky është meditimi. Pra, meditimi dhe shqetësimi janë i njëjti zanat i mendjes. Është i njëjti zanat, vetëm se objekti ndryshon. Njëri ri i ngjitur pas problemit, pas hallit, që është shqetësimi, dhe tjetri ri i ngjitur pas fjalës Perëndis, që është meditimi. Apo jo? Pra, nëse di të shqetësohesh, di tashmë si të meditosh. Di se si të meditosh. Pra, nuk e nevojë të mësosh në një aftësi të re, thjesht duhet të zvendësosh ose ta zhvendosësh mendjen nga problemet tek vargjet e fjalës Perëndis. Ju mund thoni si mund të ndodhë një gjë tillë? Po, nëse ne dim të shqetësohemi, dim të meditojmë. Vetëm se ndryshon objekti. Ja një premtim jetë ndryshues. Sa më shumë të meditosh në fjalën e Zotit, aq më pak do të mbetet kohë e mendje për të shqetësuar, sepse mendja nuk mund të rrinë të dyja njëkohësisht, ose te halli, ose te fjala e Zotit. Edhe kur ne lutemi, ne i flasim Zotit, kur ne meditojmë, Zoti na komunikon ne, na jep urtësi. Prandaj ne kemi nevojë. Edhe lutja dhe meditimi janë dy anët e së njëjtës bisedë me Atin. Pa lutje nuk i flasim dot Zotit, pa meditim nuk e perceptojmë dot Zotin. Dhe kujtohemi apo jo, përmes dëgjimit të fjalës rritet besimi. Pra kemi nevojë për një gjë të tillë, kështu që kur lutemi i flasim Zotit, kur meditojmë Zoti na flet. Prandaj kujtesa jon ka nevojë për përsëritje, apo jo. Thamë që dele si duhet që atë ushqim që ka marrë ta rikthej edhe një herë në gojë. Në mënyrë që ta bluaj përsëri me dhëmbët e saj. Tani pse ne duhet të meditojmë vazhdimisht? Pse të mos jetë mjaftueshëm një herë lexim? E dini pse? Sepse kujtesa jonë është e dobët. Kujtesa jonë është e dobët dhe apostujt e dinin këtë. Për shembull, shikoni Pietrin, si i tha ai kishës Perëndis, të dashur, po ju shkruaj tani këtë letër të dytë. Në të dyja, unë i ngredh mendjet tuaja të lira me anë të kujtesës. Di çfarë do të thotë i ngredh, është një fjalë e bukur. Do të thotë i nxis, i vënë në lëvizje. Ashtu si delja që vënë në lëvizje, do të thënë se aq mirë nuk e bëj dot, po e keni parasysh. Dhëmbët që ta ripërtyp ushqimin që ajo ka marrë në stomak pasi e ka kthyer në gojë, do të thënë ashtu edhe mendja juaj ka nevojë që të vihet në lëvizje. Të nxitet, të lëviz mendja juaj, ka nevojë për një gjë të tillë. Mendja e lirë, me anë të çfarë? Me anë të kujtesës, me anë të kujtesës. Kështu që çfarë bën? Prandaj edhe fryma e Zotit e ka atë, le të them, detyrë, le të them, ose punë, se mund të tingëlloj pak keq mënyra si ndoshta e shpreh, por ai na kumton ne fjalën e Perëndis. Ai na sjell ndërmend, ai na e shpjegon që ne të mund ta mendojmë, të mund ta risjellim në kujtesë. Pse ma tha Zoti këtë gjë? Pse ma sjell ndërmend këtë varg? Pse ma sjell ndërmend këtë mësim? Ke marrë një mësim dikur.
Edhe fryma e Zotit të sjell ndërmend atë mësim që ti ke marr, atë këshill që ti ke dëgjuar, atë varg që ti ke lexuar, atë pasazh që ti ke studiuar apo ke parë me vëmendje, atë përgjigje lutjeje që Zoti të ka dhënë në fakt, ai ta sjell ndërmend, është puna e tij. Edhe mban zgjuar kujtesën. Ta sjell në mendje. Ky është meditimi, edhe ti fillon edhe mendon, e ribluan atë varg, atë pasazh. Edhe Pietri thot, e di që mund t'i keni harruar fjalët e Zotit, prandaj po ju shkruaj prapë. Prandaj po ju shkruaj. Pietri e dinte një gjë të tillë, dhe nëse vetë Pietri apostulli kishte nevojë të rikujtonte besimtarët, sa më shumë ne sot apo jo mendja harron, nuk jemi ndryshe nga ata, prandaj meditimi nuk është luks. Meditimi është nevojë për ne. Nuk është thjesht lexim, sa mirë, lavdi Zotit që mund ta lexojmë Biblën. Por shikoni, fjala e Zotit dëshiron që të ushqej qenien tonë, shpirtin tonë. E ripërtypim, e bluajmë, edhe më shumë, derisa të bëhet më imët, në mënyrë që trupi ynë ta përthith atë energji, atë ushqyerje që ndikon në muskujt tanë frymëror, proteinat, fibrat që ne marrim, vitaminat, apo jo, gjithçka që ushqen qenien tonë frymërore, ashtu siç ndodh me ushqimin fizik. Shikoni sa e bukur është fjala. Edhe vërtet kjo të mrekullon. Si Zoti ka zgjedhur që ta krahasoj fjalën, prandaj javën që kaloi ne mund ta kuptojmë atë vargun që folëm, sepse ja sot është kuptimi vërtet që thot Jobi që unë e çmoj, e vlerësoj fjalën tënde më shumë se sa racioni im i domosdoshëm i ushqimit. Shikoni çfarë vlere që ka. Kjo është lidhja, ky është krahasimi. Prandaj meditimi nuk është luks, është nevojë, dhe Bibla shpjegon Biblën vit pas viti. Për shembull, unë ju tregoj ju në hapat e mi të parë pas shpëtimit, sepse është mirë kur shikojmë edhe disa shembuj praktik, po edhe nga jeta ime për shembull. Gjatë asaj kohe kur unë fillova ta lexoja Biblën me ëndje, me kënaqësi, kisha edhe pyetje, gjeja pasazhe të ndryshme nga shkrimi dhe thosha, po pse është shprehur kjo? Për shembull, njëra prej tyre thjesht po ju përmend, te libri i 2 i Samuelit, shikoni, duke lexuar Biblën, aty lexova dhe përsëri zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit, dhe ai e shtyu Davidin kundër tyre, që të thoshte, shkoni numëroni Izraelin dhe Judën. Ju kujtohet kur Davidi donte të numëronte popullin e Perëndis? Dhe Zotit, si thua, ose le ta them kështu, zemërimi i Zotit u ndez, pse? Sepse forca nga do të vijë, o David? Do të vijë nga populli apo do të vijë nga unë? Edhe ai donte që të krenoj, në qoftë se donte të dinte numrin e njerëzve, sa kishte ai, sa ishin të zotë në ushtrie, gjëra të tilla të kësaj natyre që Davidi të mburrej. Edhe çfarë ndodhi? Interesante. Thuhet zemërimi i Zotit u ndes kundër Izraelit dhe ai e shtyu Davidin kundër tyre që të thoshte shkoni numëroni Izraelin dhe Judën. Tani unë e lexoj këtë histori edhe them, dakor, Zoti i zemëruar, pastaj shkoi te libri i parë i kronikave. Është i njëjta, si thua, i njëjti regjistrim, por shikoni, këtu thuhet te libri i parë i kronikave, 21 dhe vargu i parë, thot, dhe Satani u ngrit kundër Izraelit dhe provokoi Davidin që të numëronte Izraelin. Kontradikt. Ose ta mendosh, kush ishte? Zoti apo Satani? Për njërin thuhet e shtyu Davidin, edhe për tek vargu tjetër thuhet Satani thot e provokoi, kështu thuhet Davidin. Si është kjo punë? Çfarë është kjo? Zoti apo Satani? Si është puna? Përveç se të jep të kuptosh që Zoti dhe Satani, si thua, në mendjen tonë ne kemi shumë të vështirë të dallojmë se kush po vepron, sepse Satani imiton Zotin, kjo nuk diskutohet. Duhet kemi shumë kujdes, prandaj duhet të dallojmë frymrat, edhe kjo bëhet me anë të së vërtetës Perëndis. Ky është një mësim shumë i mirë për ne. Po unë doja të dija përgjigjen në rastin e Davidit, çfarë po ndodh? Edhe fillova po meditoja. Dakor, edhe vërtet unë mund të krahasoja vargje, shumë e vështirë të krahasosh vargje, vetëm të gjesh këto pikat e veçanta, por duke lexuar Biblën, kohë më vonë, mund të ishte muaj më vonë.
lexoja Biblën disa herë në vit. Edhe duke lexuar librin e Jobit, për shembull, Jobi 2, ja le ta çoj aty, thjesht një shembull praktik nga jeta. Libri i Jobit. Jobi, kapitulli 2. E thot ishte përsëri një ditë kur bijtë Perëndis erdhën për t'u paraqitur përpara Zotit, dhe ndërta erdhi dhe Satani për t'u paraqitur para Zotit. Dhe Zoti i tha Satanit: "Prej nga vjen?" Dhe Satani u përgjigj Zotit: "Dhe nga të shkuarit para mbrapsht në dhe nga të ecurit lart e poshtë në të." Dhe Zoti i tha Satanit: "A e ke konsideruar shërbëtorin tim Job? Që s'ka asnjë të ngjashëm me të mbi dhe, njëri i përsosur dhe i drejtshëm që ka frikë Perëndin dhe i rreshtes së keqes, pra i largohet së keqes, ai ende e mban fort integritetin e vet, edhe pse ti më shtyn kundër tij për të shkatruar atë pa shkak." Zoti i thot Satanit, shikoni, dhe Satani u përgjigj Zotit. Dhe tha: "Lëkur për lëkur. Po, gjithçka që ka njeriu do ta jap për jetën e vet. Por zgjatë dorën, i thot Zotit tënde tani, dhe prekja kockën dhe mishin e tij, dhe ai do të mallkojë para fytyrës sate." Dhe Zoti i tha Satanit: "Ja, ai është në dorën tënde, por kurseje jetën e tij." Kështu Satani doli nga prania e Zotit e goditi Jobin me lunga të rënda nga shputa e këmbës deri në kurorën e kokës. Interesante. Dini çfarë ndodh në këtë rast? Zoti është Zot. Dhe vërtet ai lejon Satanin si një instrument për të provuar dikë, ose për të ndëshkuar dikë, për të disiplinuar dikë, por të dini një gjë, Zoti vendos kufi. Jetën tha, mos e prek, mos guxo. E vëm në provë, e la domethënë, si thua, por Zoti vendos kufi. Në rastin konkret, Davidin, besoj e morën përgjigjen, Davidi donte diçka dhe Zoti lejoi. Që ai që ka një përvojë mira vjeçare, të di se si është njeriu, të merret me mendjen e tij, Satani, provokoi Davidin, që ai të numëronte popullin e Perëndis. Zoti lejoi. Prandaj, kur lexojmë vargje të tilla, duke medituar pak, duke gjatë leximit të fjalës Perëndis, Zoti na jep mundësi që ne të përgjigjemi ose të gjejmë përgjigjet e këtyre gjërave në fjalën e Perëndis. Ka shumë të tilla në fjalën e Zotit. Kjo është një ndër ato gjërat e fillimit që më ndodhi mua kur kisha gëzim për të lexuar Biblën, kam shumë, mund të jap shembuj të rim pafund të gjërave që Zoti më ka mësuar dhe më ka treguar, përgjigjet e gjërave të ndryshme, ta ashtu quhet rrova kontradikta apo gjërave të tilla në Bibël që nuk janë kontradikta. Bibla nuk ka kontradikta. Kjo mund të jetë njëra prej tyre që duket kontradikt, nuk është. Është shpjegimi. Në fakt Zoti nuk provokon. As nuk të ndon. Interesante, dhe ka përgjigje me vargje të tjera nga fjala e Perëndis që mund të japin përgjigje kësaj pjese, por thjesht për të kuptuar, ja si funksionon meditimi. Bibla shpjegon Biblën, por kërkohet kohë. Ka gjëra që nuk i mësojmë dot menjëherë. Për shembull, Zoti nuk na jep gjithë diturinë me një lexim të Biblës. Prandaj kemi nevojë vazhdimisht ta lexojmë fjalën e Perëndis, ashtu siç ai thoshte që të gjitha ditët e jetës së tij, apo jo tek libri i ligjit për të rirë. Pam javën që kaloi, të gjitha ditët e jetës së tij do të lexoj librin e ligjit. Te Gjoni 16 dhe vargu 12, dishepujt ishin ende të rinj, ata ndishin Krishtin, edhe ai u tha, kam shumë gjëra për t'ju thënë, por nuk mundeni t'i mbani dot tani. Mendoni pa, Krishti është në Krishtin, sipas Kolosianëve, banojnë gjithë tërësia e urtësisë së Perëndis, plotësia e urtësisë së Perëndis, e diturisë së Perëndis. A mund të mbanin dot ata diturinë e gjithë të Krishtit, domethënë gjithë diturinë është e pamundur. Edhe Jezusi u dha aq sa mund të mbanin. Përndryshe do të pëlqiste koka, do ndodhte ndonjë gjë aty, nuk di se çfarë mund ndodh. Mund të mbanin dot. A jemi të qartë, shumë e rëndësishme kjo pjesë. Domethënë prandaj ne kemi nevojë për kohë. Për kohë, ashtu si asaj delesi duhej 6 deri në 8 orë në ditë, thoshte. Interesante.
në atë që ishte procesi më i rëndësishëm i jetës së saj, për të ripërtypur në mënyrë që të ushqente vetveten. Prandaj fjala e Perëndis kërkon vëmendje. Prandaj kjo fjala medito anashkalohet shumë. Në fakt, i ligu nuk do që ne ta mësojmë kuptimin e kësaj fjale dhe çfarë do të thotë të meditosh fjalën e Perëndis ditë e natë. Interesante. Një gjë e tillë. Disa gjëra që unë i dëgjova në fillim të besimit tim më dukeshin të vështira. Pas viteve të meditimit i kuptova që ishin të vërteta thelbësore. Zoti pati durim me mua. Më mësoi pak, e nga pak, po kërkon kohë, kërkon investim. Ashtu siç Zoti mund të bëjë me jetën e secilit prej nesh, sepse Zoti është Zoti, ai është bariu. Amen. Edhe ai e bën një gjë të tillë. Dhe pikërisht këtu meditimi kërkon edhe punë, kërkon studim, sepse të mbledhësh librin e 2 Samuelit, librin e parë të kronikave me Jobin, të krahasosh varg me varg, nuk është lexim i thjeshtë. Prandaj Pali urdhron tek letra e 2 të Timoteut, shikoni me vëmendje, thot, studio, thot, është fjalë e bukur. Studio, jo thjesht mundohu, po studio, që ti dëftohesh Perëndis i aprovuar. Edhe vjen re çfarë fjale kjo, një mjeshtër që s'ka pse të turprohet, që e ndan drejt fjalën e vërtetës. Pra, e para është një urdhër, studio, jo lexo kalimthi, jo shfletoje. Studio, thuhet. Studimi është punë, është djers, është mund të studiosh Biblën. Nuk është e lehtë. E dyta, thot, një mjeshtër, jo spektator, jo dëgjues i kënaqur, por mjeshtër i fjalës. Dikush që e njeh zanatin e vet aq mirë, saqë nuk ka pse të turpërohet kur e pyesin. Mjeshtër i fjalës Perëndis. E njeh zanatin e tij, ky mjeshtri. Edhe po e pyete, nuk ka turp fare, ta thot ashtu, do të thënë siç është fjalën e Zotit. Dhe e treta më e rëndësishme, janë ndan drejt fjalën së vërtetës. Vjen fjala mund të ndahet drejt ose mund të ndahet shtrembër, nëse do të merrnim atë antonimin e fjalës. Të ndash i njëjti varg i ndar drejt, sjell jetë. I njëjti varg i ndar shtrembër, e dini çfarë prodhon? Ka prodhuar gjatë historisë sekte, herezi. Vargje të ndara shtrembër. Të ndash drejt do të thotë çdo varg në kontekstin e vet, çdo premtim tek marrësi i vet, çdo urdhër në vendin e vet, edhe mos e detyro një varg të shkrimit të thotë atë që ti dëshiron. Lëre të thotë atë që Zoti do. Atë që thotë. Prandaj kur mediton, mos u mjafto me ndjenjën e parë që të vjen, por gërmo. Ky është studimi. Dhe çfarë pyet, çfarë thot konteksti, çfarë thon vargjet e tjera për këtë temë, kujt i drejtohet ky premtim, sepse studimi është aleat i meditimit në zemër. Është themeli i tij, sepse nuk mund ta duash siç duhet atë që e ke kuptuar gabim. Tani, një pyetje që ndez meditimin është diçka praktike. Unë duhet të jap një mjet praktik për meditim. Kur lexoni një pasazh të shkrimit, ndaloni pak. Edhe pyesni, çfarë është impresionuese këtu? Çfarë do të më kishte habitur po ta dëgjoja për herë të parë këtë varg apo këtë pasazh? Sepse ne çfarë bëjmë? Lexojmë fjalën e Zotit dhe mekanikisht, në fakt, nga fillimi në fund. Edhe mirë, lavdi Zotit që e lexojmë, por është më shumë se sa, që javën që kaloi në folëm për këtë. Edhe ndodh që i lexojmë vargjet aq shumë sa që nuk i ndjejmë më. Mund t'i kemi dëgjuar shpesh, por nuk i ndjejmë. Por nëse ndalemi dhe pyesim, çfarë është e jashtëzakonshme këtu? Atëherë fjala rizgjohet. Ta provojmë me një varg që e kemi mësuar përmendesh, shumë prej nesh në kish. Shikoni sa e bukur është fjala. Le të meditojmë pak për këtë varg. Jemi gati të meditojmë pak, se duhet ta marrim zbatimin praktik. Mateu 11 vargu 28. E janë të kun, të gjithë ju që mundoheni e jeni të ngarkuar rënd, dhe unë do t'ju jap preje. Çfarë është impresionuese, shokuese këtu në këtë varg? E dini çfarë? Të bëm përshtypje? Se ne kur lexojmë shpesh e marrim të mirëqen, por mendojmë dhe themi. Si ka mundësi që dikush mund të bëj një thënie të tillë? Edhe ky është Jezusi. Një thënie të tillë, e janë tek unë,
Nuk e ka bërë as Buda, as Muhameti. Madje kanë drejtuar tek veprat, tek ajo që besojnë ata. Por si është e mundur, thjesht kur e lexon këtë pasazh, një njeri vetëm në gjithë historinë guxoi atë që askush s'kishte guxuar. Edhe ky nuk tha, shikon, ndiq një shteg, apo bindju këtij mesazhi, nuk tregoi nga qielli, as nga shtegu, as nga forca jon, për shembull ose nga forca jote, por çfarë? Ai tregoi me gisht nga vetja e tij. Vetëm një njeri në gjithë historinë guxoi të thoshte eja tek unë personalisht. Ejani tek unë personalisht, unë do t'ju jap prehje. Dhe u bëri ftesën të gjithëve. Pra, ky është varg shokues. Nëse Jezusi nuk ishte perëndim i shëruar, kjo do të ishte fjala më mendjemadhe e dëgjuar ndonjëherë. Kush mund ta bëj një premtim të tillë? Kush mund ta thotë? Kush mund ta thotë? Pra, kur meditojmë, ne pyesim çfarë është impresionuese këtu dhe një varg që e dim përmendesh, na zbulon Krishtin edhe më shumë. Lavdi Zotit për Jezu Krishtin. Amen? Tek ai mund të shkojmë. Të rrëfejmë jetën tonë, të marrim paqe, të gjejmë preje, të shlodhemi në shpirtrat tanë, sepse ai është bariu. Amen? Na jep këshillën e dur, na çon në kullota me barë të njom. Na jep atë prejen, atë paqen që ne kemi nevojë. Na jep shplodhjen që ne kemi nevojë. Prandaj meditimi është kaq i rëndësishëm. Është si të futesh në një restorant të mirë, domethënë nëse keni qenë ose dikush ju ka ftuar, keni shkuar vetë, dhe mendoni çfarë ushqimi i mirë që mund të jetë ai që ju serviret. Tani po i lëshon gojë lëng ndonjërit këtu. Edhe mua. Edhe për 3 minuta, mendoni pak, ta hash atë aq shpejt. Nuk e shijon shumë apo jo. Kjo është një vërtetë e jetës, domethënë vakti i mirë kërkohet të shijohet për typet nga dalë. Këta që janë sommelier apo njerëz të fushave të ndryshme që përpiqen të merren me shijen, është shkencë më vete. Ja rrotullojnë e kthejnë në përgojë tek gjitha ato gjërat e ndjeshme që janë në gjuhë, në gojë, mos futem unë tani në detaje se këto janë gjëra të tjera. Por të shijosh diçka, ke një ndjesi të veçantë. Edhe ndodh që ne bëjmë saktësisht një të gjë me fjalën, e hapim Biblën, gëlltisim 3 kapitull me sy bosh, domethënë në 5 minuta, ku di unë, pa i përtypur fare, e mbarova për sot. Jo, në fakt, nuk mund të ka përdihet me 3 lugë kaq shpejt e thua që e kruajt pjatën. Nuk mund të thuash kështu për fjalën e Zotit, do me 3 minuta për një vakt që Zoti e ka përgatitur me dashuri që nga fillimet e botës. Ky libër është i përjetshëm. Edhe kjo nuk është dashuri për fjalën, është mos respekt për atë që ai na dha. Por thjesht mora këtë shembullin, le të them, kaq të thjesht empirik, sa i takon restorantit, por ja disa zbatime praktike. Zbatimi i parë, vargu i ditës. Zgjidh një varg çdo mëngjes. Je duke lexuar një pasazh, a do ta përdorësh mirë celularin, ja një përdorim i mirë i celularit. Shkruaj atë vargun aty përpara të celularit. Edhe si imazha, ku diun si shkrim, por gjatë drekës kujtojeni, gjatë trafikut kujtojeni, gjatë para gjumit kujtojeni, ribluajeni gjithë ditën, vetëm një varg, po gjithë ditën. Mund të jetë një varg, mund të jetë një pasazh. Mendo, medito për atë. Interesante. Mëso përmendesh një varg në javë. Mundesh të mësosh gjatë leximit? Bëj vetes 3 pyetje pas çdo pasazhi kur i duke lexuar. E para njëherë, çfarë më mëson për Zotin ky pasazh që unë lexova? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, çfarë më mëson Zoti mua? Jo thjesht çfarë më mëson për Zotin ky pasazh, por çfarë më mëson Zoti mua nga ky pasazh. Dhe së treti, bëjani edhe këtë pyetje. Çfarë mund të bëj unë sot si rezultati i kësaj që mësova? Çfarë mund të bëj sot? Pra e para, çfarë më mëson për Zotin?
çfarë më mëson Zoti mua nga ky pasazh, edhe së treti çfarë duhet të bëj? Action, ta vë në punë, si rezultati i kësaj që unë mësova. Janë 3 pyetje që do të na ndryshojnë jetën, do na ndihmojnë gjatë gjithë jetës tonë. Medito në fjalën ditë e natë, ke për ta bërë udhën tënde të mbarë. Mbarësia nuk është në fjalët e njerëzve të botës, në emisionet televizive që ne shikojmë, por është në fjalën e Zotit. Shumë e rëndësishme. Dhe së fundi, do të mbaroj me këtë, zbatoje, ja Jovan, tani doli ajo. Çfarë do të bëjmë pa këtë? E ke hapur Biblën, e ke lexuar, besimi rritet, ke medituar natë e dita mjafton? Mund të bësh 4 këto me le të them me përsosmëri dhe prapë të humbasesh, nëse nuk e zbaton fjalën. Dhe sa e fortë është kjo. Shikoni, ky pasazh duhet jetë në xhepin ton. Jakobi, kapitulli i parë. Por jeni bërës të fjalës, jo vetëm dëgjues, duke mashtruar vetveten, se nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës i saj, ai është i ngjashëm me një njeri i cili vështron fytyrën e tij natyrore në një, shikoni është pak bold kjo, në një pasqyrë qelçi, se ai e vështron vetveten, do të thënë se ai e vështron vetveten, shkon udhës së tij dhe menjëherë harron ç'lloj njeriu ishte. Pra e shikon ky veten e tij dhe harron se ç'lloj njeriu ishte, por kushdo që vështron në ligjin e përsosur të lirisë dhe vazhdon në të duke mos qenë dëgjues harrestar, që harron veten kur e pa në pasqyrë, por një bërës i veprës, ky njeri do të bekohet në veprimin e tij. Kjo është një pasazh i thellë, sa i thjesht, por edhe i thellë, sepse Bibla është pasqyrë. Ne e shohim në të veten siç jemi, siç merr pasqyrën, edhe shikon veten, domethënë ato cullufet, si quani ju, domethënë varet. Shikoni si është puna me fytyrën, domethënë edhe mirë është të kryeni në fakt. Po harrojmë se si jemi dhe leximi është i kot nga ana tjetër, nëse ne harrojmë se si jemi, për shembull në aspektin frymëror. Kështu edhe me Biblën. Për shembull, t'ju marr shembuj se shembujt janë vërtet mirë nga ana praktike. E lexojmë Mateun 5:5, për shembull thotë të bekuar janë zemërbutët, thuhet aty. Ti shikon veten në pasqyrë dhe shikon që nuk je zemërbut. Pse? Sepse sapo dikush në shtëpi të thot diçka, ti zemërohesh me njerë. E pe veten në pasqyrë dhe nuk bëre asgjë. Ty lexoj një varg tjetër, Filipianët 2 vargu 3. Asgjë të mos bëhet me grindje ose lavdi të kot, por me mendje për ulësi, secili ta vlerësoj tjetrin më mirë se veten. U pam në pasqyrë? Nuk jemi ashtu. Kemi egoizëm. Dhe dalim, sa po flasim me bashkëshorten, ose me një vlla, ose motër në kish, jemi gati ta godasim që në fjalën e parë. Bibla nuk është thjesht për t'u parë. Për të parë veten, por për ta zbatuar. Për ta zbatuar fjalën e Perëndisë. Jezusi e mbylli predikimin e tij në male. Dini me çfarë mbylli ai? Ne kemi parë këtë pasazh së bashku nga Ungjilli sipas Mateut, por shikoni me vëmendje sepse këtu kemi 2 lloje ndërtuesish. Shikoni me vëmendje dhe këta dallohen nga njëri tjetri. Ju do më thoni cili është dallimi. Prandaj çdo që i dëgjon këto thënie të mia dhe i bën ato, do ta krahasoj me njëri të urtë, i cili ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkëmbë dhe shiu zbriti dhe lumenjt vërshuan dhe erat fryn dhe rahan mbi atë shtëpi, por ajo nuk u rrëzua sepse ishte themeluar mbi shkëmbë. Ky është njeriu i urtë. Dhe kushdo që i dëgjon këto thënie të mia dhe nuk i bën ato, ka për të ngjarë një njeriu të marr. Shikoni, ky është i urti, ky është i marri, i cili e ndërtoi shtëpinë e tij mbi rër dhe shiu zbriti dhe lumenjt vërshuan dhe erat fryn dhe rahan mbi atë shtëpi dhe ajo u rrëzua dhe e madhe ishte rënja e saj. Tu kemi 2 ndërtues. Njëri është i urtë, tjetri është i marr. Të 2 ndërtuar nga një shtëpi. Po çfarë i dallon këta të 2? Është me bold aty, highlight. Çfarë i dallon? Njëri i bëri ato, tjetri jo. Apo jo, është ky dallimi? Ky është dallimi. Çfarë mund të mësojmë ne me këtë? Kjo është me të vërtetë e rëndësishme. Të 2 dëgjuet, të 2 ndërtuesit i dëgjuan fjalët e Jezusit me veshët fizik, absolutisht. I vetmi ndryshimi ishte që nuk i bën ato, i mençuri dhe i marri. Ky është ndryshimi. Së dyti, stuhia erdhi mbi të dyja shtëpitë. Ajo që është interesante është që zbatimi i fjalës nuk të premton jetë pas stuhi, por të premton që kur stuhia të vi, nuk do shembesh.
Dhe së treti, ndryshimi nuk u duk në mod të mirë. Çfarë dua të them me këtë që të dyja shtëpitë dukeshin njësoj në diell. Vetëm stuhia e zbuloi themelin, apo jo? Ne e kuptojmë këtë gjë. Kur kështu edhe ne, në ditë të mira, dëgjuesi dhe vepruesi janë njësoj në kish. Kur vjen smundja, kur vjen problemi, kur vjen kriza, kur vjen sfida, atëherë zbulohet kush e kishte zbatuar fjalën dhe kush vetëm e kishte dëgjuar me veshët fizik. Prandaj, kjo na ndodh këtu edhe mirë është mos ndodh në fakt, por kur je jashtë në trafik, zemërohesh, nxjerr një fjalë kundër dikujt tjetër, grindesh me komshinët, ku diun zemërohesh, dhe vjen në kish, futesh në godin, adhuron Zotin, ke një buzëqeshje, dëgjon fjalën e Zotit, sa del nga kisha, fillon ngre zërin, i bie buris, qofse je në makinë ndaj tjetrit, acarohesh, ngre zërin. E dini pse? Ndërtesa nuk na ndryshon. Muri i kishës nuk ka fuqi magjike. Nuk është ndërtesa e kishës që ne na shenjtëron, po vim në kish. Ne dim kush është kisha, amen? Po e le fjalën brenda mureve, ke ndryshuar adresën e fjalës, por jo zemrën. Në qoftë se fjalën e Zotit e lë këtu, nuk e merr me vete, asgjë s'ka ndodhur. Ne jemi mjeshtra të zgjedhjes së vargjeve gjithashtu. Për shembull, vargu lypni dhe do t'ju jepet. Ne e mbajmë mend përmendesh, themi Zot, kam nevojë për këtë gjë dhe unë po të lutem, edhe me të vërtet na pëlqen kjo, sepse duam të marrim diçka nga Zoti. E zgjedhim që ta marrim, apo vargun tjetër për shembull, mos u merakosni për asgjë. Ne e pëlqejmë shumë. Apo jo, sepse Zoti merakoset për ne, ai kujdeset për ne, e pëlqejmë shumë, por urdhrin për shembull, duajini armiqtë tuaj, themi, ky ka nevojë për studim. Ky ka nevojë për studim, apo urdhrin për të falur deri në 70 herë 7. Kur Zoti na urdhron që të falim 70 herë 7, themi, dëgjoj, por rasti im është ndryshe. Unë jam rasti veçantë. Është ndryshe rasti im. Edhe i zgjedhim vargjet e Biblës, sikur jemi në pazar. Si ajo tezga me ato që vënë ata që vinë, shesin fruta perime, edhe ti zgjedh këtë e dua, do të thotë këtë e dua, këtë s'e dua, se desh bërë ndryshe. Edhe zgjedhim atë që na pëlqen. Sa keq. Fjala nuk është tezgë me zgjedhje. Është urdhër i mbretit. Ju kujtohet Sauli kur mëkatoi, ne dim këtë pasazhin, i ishte dhënë detyra që të godiste amalekitët, Saulit, edhe jo të merrte bagti prej tyre gjithashtu. Edhe ai ndërkohë kishte ruajtur mbretin e amalekitëve dhe kishte mbajtur Sauli bagtit më të majme me mendimin që do t'i flijonte Zotit. Samueli vjen e konfronton dhe i tha, gjen Zoti kënaqësi më të madhe në ofrime të djegura dhe flijime, apo në bindjen ndaj zërit të Zotit. Ku i gjen Zoti kënaqësi në flijimet që ti do bësh, apo në bindjen ndaj zërit të Zotit. Edhe i thot, ja, të bindesh është e epërme, është më e epërme, është gjëja që Zoti vlerëson më shumë se sa flijimi. Vërtet është një urdhër në Bibël që duhet i flijosh Zotit. Patjetër, në Dhjatën e Vjetër e gjejmë këtë gjë. Por Zoti kishte një urdhër specifik, është fjala e tij. Edhe Zoti kërkon bindje. Kur ai të thot diçka, bindu, është më e epërme se flijimi, dhe të dëgjuarit është më i mirë se sa dhjami i deshve. Dëgjoje Zotin. Kjo është gjëja që i pëlqen atij. E zbatojmë atë që mësojmë. Ju kujtohet Jezusi në shkretir sa të bukura janë këto, më pëlqen, nuk mund të lë dot pa përmendur. Po Jezusi sapo ishte pagzuar, fryma i shenjtë kishte zbritur në mënyrë demonstrative për të treguar njerëzve që kush ishte Krishti në trajtën e një plumbi. Ai foli nga qielli, pastaj fryma e drejtoi në shkretëtir, pra Perëndia foli, fryma e shenjtë e drejtoi në shkretëtir për të tunduar nga djalli 40 ditë pa ushqim. Mendoni pak, trupi i Jezusit ishte i dobët fizikisht në atë moment. Djalli erdhi me tundimet më të mpreta. Edhe çfarë armë përdori Jezusi? A bëri mrekulli? A thirrja ai ndonjë legjon engjësh që t'i vinte në ndihmë në këtë moment jetës tij? Çfarë armë përdori Jezusi? Ju kujtohet, është shkruar apo jo? 3 tundimet.
Tundimi I parë, kthej këta gur në bukë. Jezusi si tha, është shkruar. Njeriu s'ka për të jetuar vetëm me bukë. Thjesht unë po e perifrazoj pak. Tundimi I dytë, hidh veten poshtë nga tempulli, dhe ai do të urdhërojë engjëjt e tij që do të presin. Si u përgjigj Jezusi? Është shkruar, përsëri është shkruar. Nuk ke për ta tunduar Zotin Perëndin tënd. Tundimi I tretë, adhuro mua dhe unë do t'jap të gjitha mbretëritë. Edhe Jezusi u përgjigj, është shkruar, të adhurosh Zotin Perëndin tënd dhe ti shërbesh vetëm atij. Tani, 3 herësh, 3 tundime të mposhtura, 3 herë me fjalën e zbatuar. Edhe ju mund thoni, po mirë mo, Jezusi aty thjesht citoi fjalën. Jo. Këtu është ndryshimi. Jezusi nuk citoi thjesht fjalën. Jezusi nuk e citoi thjesht Biblën. Dini çfarë bëri Jezusi? E zbatoi Biblën. Sepse e refuzoi tundimin. E refuzoi tundimin. Sepse tha, është shkruar. Pra, veproi sipas asaj që shkruhej. Jemi të qartë, jo thjesht e citoi atë edhe ra në tundim. Jezusi nuk ra, ne e dim këtë gjë. Por e zbatoi fjalën. Ju bind asaj që citoi. E kuptojnë ndryshimin? Se ne themi shpeshherë, ja, thuaj fjalën ti edhe iku tundimi. Jo, nuk është kështu. Do ta bësh atë që thua. Do ta zbatosh atë që thua. Do ta zbatosh, do t'i bindesh. Kështu që Jezusi nuk citoi thjesht fjalën. Është shkruar edhe kaq. Jo, pra, e zbatoi fjalën. E zbatoi fjalën. Po ne, kur djalli na sulmon me tundime, me mendime të liga, me dyshime, a kemi fjalën e Zotit në buzë? A jemi gati të themi është shkruar dhe ta zbatojmë, apo dalim në betejë të çarmatosur, duke menduar që e kemi fjalën në libër apo në celular? Në celular e kemi. Po, patjetër. Bibla.online. Është reklama. Okej. Tek Efezianët 6 vargu 17. Është pjesë e armatimit të Perëndis, por interesante sepse fjala e Zotit është e vetmja armë ofensive, sulmuese. Është e vetmja armë. Merrni për krenarë shpëtim dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndis. Një sa e bukur është kjo, shpata e frymës është një armë sulmuese. Edhe fjala e Perëndis e zbatuar është ka fuqi. Ka fuqi fjala e Zotit. Jo vetëm që është shpatë për betejën, por është llampë për rrugën. Shikoni ndryshimin këtu, se ju mund thoni si mund të lidhet kjo me bindjen. Te Psalmi 119 vargu 105 është një varg I njohur, thotë, fjala jote është një llampë për këmbët e mia dhe një dritë në shtegun tim. E dini çfarë mësojmë nga ky varg, që llampa për këmbët nuk ta ndriçon gjithë rrugën deri në fund, është llampë për këmbët. Edhe Zoti kështu vepron, nuk na e tregon planin e tij nga fillimi në fund, planin praktik, domethënë, ku do të shkosh, çfarë pune do të bësh, me kë do të martohesh, nuk ta tregon kështu nga fillimi në fund. Vullnetin e Zotit po e kemi, nga fillimi në fund, bardhëzi. Amen? Por plani I Perëndisë është kur ne bëjmë vullnetin e Zotit, ai na drejton hapat, shtigjet. Edhe fjala e Zotit është një llampë për këmbët tona. E dini çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që kur ti e hedh hapin e bindjes ndaj Zotit, ndriçohet hapi tjetër. Po nuk mund të kalosh 3-4 hapa pa ju bindur Zotit në shtegun e tij. Zoti ndriçon hapin tjetër të radhës, kur ti bindesh atij hap pas hapi. Zoti drejton hapat e një njeriu që I kushton kujdes fjalës së tij. Kaq na duhet. Kaq na duhet. Ai na jep dritë të mjaftueshme për bindjen e radhës dhe kur e hedh atë hap, ndriçohet tjetri. Sa mirë. Edhe shikoni lidhjen brenda të njëjtit psalm. Në vargun 11, si thoshte Davidi që unë e kam mbrojtur fjalën, e kam fshehur. Fjalën tënde ku e kishte fshehur? Në zemrën time, thot Davidi. Që të mos më katoj kundër teje. Shikoni sa e bukur që është. Fjala që zbret në zemër del te hapat. Ky është zbatimi. Fjala që zbret në zemër zbatohet. Hedh hapin. Edhe ky është zbatimi. Ezekieli 33, ai predikonte fjalën e Perëndisë
Edhe Zoti thotë ja ti je për ta si një këngë shumë e dashur. Nga njëri që ka 20 këndshme që mund të luaj mirë një instrument, sepse ata i dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i kryejnë ato. Edhe ndodh, me thënë drejtën, që dëgjojmë predikimin, dëgjojmë fjalën e Zotit, lavdërojmë mesazhin, sa i mirë, sa i fort fjala e Zotit, sa i bukur mesazhi. Po, dakord, po kur dalim, a ndryshon ndonjë gjë? Predikimi mbetet mes mureve të kishës, nëse mund ta shpreh kështu. U dëgjua si një këngë e bukur, na shijoi sa predikim i veçantë, sa i fortë që ishte, fjala ishte vërtet e mirë, le të mos jemi të tillë. Zoti nuk do thjesht dëgjues, do veprues. Përndryshe e humbëm fjalën e Zotit. Krishti nuk do admirues, do pasues, do ndjekës. Ju kujtohet Jezusi me farisejnë, do t'u jap 3 pasazhe si një ilustrim, sepse këto vërtet na mësojnë dhe do të mbarojmë me këtë. Jezusi po fliste me farisejnë. Shikoni, u tha në Mateu 12, por ai u tha atyre, a nuk keni lexuar çfarë bëri Davidi kur qej u rritur dhe ata që ishin bashkë me të kishin probleme me të shtunën apo jo? Edhe ai u thot, a nuk keni lexuar? Farisejnë, që ata që e dinin 5 libërshin përmendesh. 5 libërshi i Mojsiut kush është? Tora. Që janë, çfarë janë këto? 5 librat e parë të Biblës. Mateu 19:4, ai u përgjigj atyre, nuk keni lexuar se ai që i bëri ata në fillim i bëri mashkull dhe femër, jo ndonjë gjeni tjetër, me qira fjala. Por a nuk keni lexuar, u thot atyre? Farisejve që dinin përmendesh 5 libërshin. Mateu 22 vargu 31 kur bëi fjalë për ringjalljen, tha, por sa u përket ringjalljes vdekur, nuk e keni lexuar atë çka u është folur juve nga Perëndia, duke thënë që Perëndia është Perëndia e Isakut, Perëndia e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, dhe Perëndia nuk është Perëndia e të vdekurve, por është Perëndia e të gjallëve. A nuk e keni lexuar? Me fjalë tjera mund ta citosh Biblën. Mund ta dish përmendesh shkrimin. Ta ishin farisejnë. Por a e kishin zbatuar në zemër fjalën e Zotit? A ishte zbatuar fjala e Zotit në zemrën e tyre? A e kishin besuar fjalën e Perëndisë, ata njerëz? A e zbatonin ata fjalën e Perëndisë? Edhe kjo është puna. Mund t'i kesh syt në libër, por zemra larg autorit, larg Perëndisë. Mund ta dim Biblën përmendesh, prap mos e kemi lexuar realisht, të lexosh do të thotë ti bindesh asaj që lexon. Gjithashtu çdo gjë është e lidhur. Çdo gjë është e lidhur. Dhe së fundi, ne duhet të rritemi, vëllezër motra. Po ma hoqë atë. Ma ço prap aty, 2 vargjet e fundit. Po në Bibël thuhet, si foshnja të lindur arishtas, dëshironi qumshtin e sinqert të fjalës që të rriteni me anë të tij. Si foshnja ta dëshironi qumshtin e pastër të fjalës, por jo vetëm që është qumshti i sinqert i pastër i fjalës, por ne duhet të rritemi. Duhet të rritemi që të kemi mundësi që të marrim ato që janë ushqime më të forta, sepse ne arritur dhëmbët. Një foshnjë nuk e ha dot mishin, për shembull. Kur foshnja rritet edhe bëhet fëmijë i vogël edhe pastaj i dalin dhëmbët edhe fillon rritet më shumë, bëhet në moshën e adoleshencës e gjërat përfundojnë atëherë. Asnjë njeri nuk e merr përsipër vetë këtë nder, por ai që është thirrur nga Perëndia siç ishte Aroni, autori thotë ushqimi fort u përket atyre që e kanë mbushur moshën. Janë zhvilluar dhëmbët atyre. Te dentisti do shkojnë më vonë, nëse duhet, por ushqimi fort u përket atyre që e kanë mbushur moshën, pikërisht atyre që për shkak të përdorimit i kanë shqisat të ushtruara për të shquar të mirën dhe të keqen. Sa bekim. Fjala e Zotit është ushqim. Edhe si i tillë duhet medituar. Duhet ta meditojmë, ta ribluajmë, ta ripërtypim. Edhe kjo kërkon kohë. A mund të jemi ne si psalmisti që thot lum njeriu që e mediton
ditë e natë. Fjalën e Zotit. A mund të jemi ne si Joshua, që lexuam, që meditoi ditë e natë për ligjin e Zotit, duke dëshiruar të vepronte në praktik, ashtu si Zoti i thoshte edhe, si i tha Zoti, udha jote do të jetë e mbar e do të kesh sukses në veprimet e tua. Joshua, emri i bukur Joshua është emri Jezus në Dhjetën e Re. A do të kesh sukses? A do të përparosh? A do bekimin e Perëndis? A do që Zoti të ketë vëmendjen e tij mbi ty? A do që të kesh fryt? Të jesh kënaqësia e Zotit kur ai të vijë të thotë të lumt shërbëtori im besnik, të lumt. Sepse Zoti është besnik. Le të ulim kokën gjithë. Hapi parë, hape Biblën, sepse Bibla e mbyllur nuk të flet kurrë. Hapi dytë, lexoje me zemër, sepse përmes leximit Zoti të flet ty. Hapi tretë, besoje, sepse besimi vjen nga dëgjimi i fjalës. Hapi katërt, medito, sepse ribluajmë, e tretim, e jetojmë fjalën. Së pesti, zbatoje, sepse bindja është më e mirë se flijimi. Amen? 5 hapa, një rrjedhë biblike. Pa e hapur nuk lexon, pa lexuar fjala nuk vjen, pa fjalën besimi nuk rritet, pa medituar leximi humbet, pa e zbatuar gjithçka tjetër është e kotë. Në gjitha shkrimet, gjërat në lidhje me Krishtin na zbulohen. Bibla është libri i Jezu Krishtit. Te Zanafilla i është fara e premtuar. Tek Eksodi, Jezusi është qengji i Pashkës. Tek Levitiku, Jezusi është kryeprifti i madh. Tek Davidi ai është mbreti i ardhshëm, tek profetët ai është Mesia që do të vinte. Tek Ungjit ai është fjala e mishëruar. Tek letrat ai është shpëtimtari, tek zbulesa ai është mbreti i mbretërve. Tek çdo faqe e këtij libri na zbulohet Jezu Krishti. Dhe për shkak se Krishti zbulohet në çdo faqe, Bibla është e mjaftueshme, çdo gjë që na duhet për jetën dhe shenjtërinë është aty. Ke probleme me frikën, përgjigjja është në Bibël. Ke probleme me temperamentin, me martesën, me rritjen e fëmijëve, përgjigjet janë në Bibël. Psikologjia botërore shpesh justifikon sjelljen e njerëzve, por Bibla bën më shumë, ajo shpjegon, qorton dhe shëron. Burimi i gjitha përgjigjeve është në fjalën e Zotit. Në fjalën e Zotit. Kur ti hap Biblën, thua Jezus po të dëgjoj. Kur ti lexon me zemër, po thua Jezus unë të dëgjoj ty. Kur ti beson, ti po thua Jezus ti je e vërteta. Kur ti mediton, ti thua Jezus ti je më i çmuari në jetën time. Kur ti e zbaton atë që Bibla thotë, ti po thua Jezus unë dua të bëhem si ti. Dhe ai që të do shumë, që dha jetën për ty, gëzohet, vepron dhe na transformon. Na transformon. Shkrimtari i madh skocez Walter Scott kishte në shtëpinë e tij një bibliotekë me mijëra vëllime. 10 prej tyre i kishte shkruar vetë. Në shtratin e vdekjes i tha dhëndrit: "Më lexo." "Nga cili libër?" pyeti dhëndri, për të bërë rafteve të panumërta. "A ka nevojë të pyesësh?" ju përgjigj Scott. "Ka vetëm një libër." Dhe dhëndri lexoi nga Ungjilli i Gjonit. Ai vetë ishte i pranishëm dhe e shënoi këtë skenë në biografinë që shkroi për Scottin. Mira libra për jetën, por kur vjen fundi vetëm njëri na mban. Ne mendojmë se e mbajmë Biblën, e marrim në dorë, e vendosim në çantë, e sjellim në kishë, por e vërteta është e kundërta. Libri që ne mbajmë është libri që na mban. Bibla nuk varet nga ne, ne varemi nga ajo. Kur jemi të dobët, ajo na mban. Kur jemi në provë, ajo na mban. Kur jemi në errësirë, ajo na mban. Kur vjen vdekja, vetëm ajo do të na mbajë. Fjala e Perëndis. Ne mendojmë se po e mbajmë ne, por në të vërtetë ajo po na mban ne. Le t'i kthehemi fjalës së Zotit. Le ta hapim, le ta lexojmë me zemër, le ta besojmë, le të meditojmë, le ta zbatojmë, le ta nderojmë Krishtin jo me buzë, por me zemër, jo me fjalë, por me jetë. Ai është mbreti ynë, ky është libri i tij i shkruar me gjakun e tij, i hapur përpara nesh.
Libri që mbajmë në dorë është libri që na mban në jetë. Kështu pra, besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës së Perëndis. Në qoftë se Zoti të ka folur sot, e do të mendohesh pak për vete, duke thënë, Zot, nuk e kam vlerësuar sa duhet fjalën tënde. Jo vetëm ta lexoj, Zot, ta hap ta lexoj, por ta dëgjoj fjalën. Po jo vetëm ta dëgjoj, edhe ta besoj, Zot, por duhet që unë ta meditoj fjalën tënde. Të meditoj për të. Ta tres, ta ribluaj. Të ushqej shpirtin tim. Edhe kështu fjala e Zotit prodhon jetë, prodhon veprim, prodhon bindje. Nëse fjala e Zotit nuk është pjesë e jetës tënde, nëse nuk e lexon atë, nuk e ke lexuar deri tani, a mund të marrësh një vendim sot të thuar Zotit, Zot, unë dua që jo vetëm ta marr fjalën, por dua që fjala jote të transformojë jetën time. A mund të thuash kështu sot? Edhe merr një vendim, unë dua që në këtë kohë, çdo ditë, dua të lexoj fjalën tënde, Zot. Pase duhet të heqësh dorë nga disa gjëra që bën për të zvendësuar me kohën e shkrimit. Ndoshta kohën që kalon në rrjetet sociale, në televizor, në internet, duke parë lajmet, të mbyllesh në dhomën tënde, të thuar Zotit, Zot, fol. Vlerësoje fjalën e Perëndis. Hape, lexoje, dëgjoje, besoje, medito për të. Dhe zbatoje në jetën tënde. Kështu, udha jote do të jetë e mbarë. Dhe do të kesh sukses në jetën tënde. Thuaj atij. E do të lutemi bashkë. O Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde. Ndoshta këto janë mësimet më të vëra që ne mund të mësojmë ndonjëherë. Sepse ti, Zot, me anë të fjalës na ushqen, na rrit, na transformon, Zot. Faleminderit për këto gjëra të vëra nga fjala jote, Zot. Por le të mos jemi si ata dëgjuesit e një këngë të bukur, por njerëz që zbatojmë të vërtetën tënde që është fjalë. Fjala jote. Zot, për gjithë ata vëllezër motra që me zemër rrëfyen jetën e tyre dhe kërkuan që jeta e tyre të ndryshojë, Zot, na ndrysho të gjithëve. Kemi kohën me këshilltarin ton të admirueshëm, me ty, Zot, që ke fjalën e jetës. Ta duam këtë libër, ta dashurojmë me gjithë zemër, ta lexojmë, ta besojmë, të meditojmë për të, ta studiojmë këtë libër, ta hapim zemrën tonë, Zot, që të punosh, të depërtoj ky libër nga mendja në zemër, Zot, të zbres aty. Transformoj jetën tonë, Zot, në këto kohë të vështira, ku errësira është e dendur, Zot. Faleminderit për fjalën tënde që jo vetëm është një shpatë, por është një dritë. Zot, faleminderit që drejton hapat tona në shtegun tënd. Faleminderit për të vërtetën tënde. Zot, na transformo. Që të jemi njerëz të fjalës. Që nuk kemi pse turpërohemi, Zot. Sepse fjala jote është e vërteta. Na ndryshon, Zot, në emrin tënd të çmuar lutem. Amen.